Të nderuar miq, takohemi me të pashoq sërish për të analizuar në mënyrën tonë, sigurisht me panelin që ne zgjedhim, aktualitetin politik të javës. Sigurisht që do të ndalemi në pjesën e parë tek protesta e opozitës në mbrëmjen e SHN-s përpara kryeministrisë, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për çështjet e sigurisë që shqetësojnë vendin, sidomos nisur nga atentati i fundit në Rinas. Nisim pa humbur kohë, kam panelin e parë, kënaqësi me mua sonte në studio mentor Kikia, gazetar o analist, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Ish kandidati i Partisë Demokratike, ende mendoj unë personalisht me perspektivë për të bërë deputet, sepse GKK detyroi spakun për procesin ndaj teje, Aulon Kalaja, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. E nisim me zotin Kikia. Protesta e opozitës u bë virale dhe duket se kishte një emërues të përbashkët, zhgënjimin tek të gjithë, një dështim apo brenda pritshmërive, sepse ishte, siç tha vetë një ditë më pas zoti Berisha, një foltore, një lloj parlamentare foltore dhe jo proteste mirëfill. Tani është çështje e emërtimesh, ajo është gjithashtu një përpjekje që filloi vetëm pak minuta pas fillimit të asaj proteste foltore të tubimit, për të gjetur një emër tjetër, pasi nuk e kishte për masën dhe dimensionin një proteste. Protesta edhe vetë në teksti i fjalës është një gjë pak me nerv, njerëz më të revoltuar, të nervozuar, që kërkojnë diçka, që bërtasin. Kur u pa që ishte në raport me protestat e mëhershme një dështim total, atëherë organizatorët përpoqen shpejt të shpëtojnë ç'mund të shpëtojnë nga dështimi, duke thënë që kjo nuk ishte një protestë kombëtare, kjo ishte një protestë lokale, sepse të tillë patëm organizuar ne vetë, nuk donim ta bënim të madhe, që janë thritur vetëm njerëzit nga Tirana, sepse nuk është protestë, por është një foltore, këtu do ngrem një tribun për të thënë atë që nuk na lejohet ta themi në parlament, për të dhënë hapësirë, kohë dhe vëmendje mediatike kauzave, përpjekjeve të qeverisë për të sfumuar çështjen Balluku, dhe ne do ta ekspozojmë këtu etj. Deri këtu çdo format, çdo formulë, çdo metodë për të denoncuar, për të folur në demokraci është absolutisht e nevojshme, dhe aq më shumë në një vend si Shqipëria. Por referuar objektivit madhor që Partia Demokratike kishte ekspozuar gjatë gjithë javës, protest për të rrëzuar qeverinë. Tani, nëse... Këtë e thot sa herë që proteston, po. Është një shprehje që është konsumuar tashmë dhe nuk ngjit asgjë kundi. Edhe pas kësaj, zoti Berisha sërish thoshte që tani nisi stina e protestave dhe ka ardhur fundi i qeverisë. Është një deklaratë e bërë bajate, sepse rregullisht e dëgjojmë protesta që shënon fundin e Ramës, protesta që shënon fundin e Ramës, fillon fillimi i fundit të Ramës, etj, sa kjo gjë as ngjit, as motivon, as frymëzon më njerëz për të dalë në rrugë, për të mbështetur Partinë Demokratike dhe personalisht besoj zotin Berisha. Unë mendoj që protesta si formë për të kundërvënë qeverisë, me atë që ndodhi mbrëm, ka dalë jashtë metodologjisë. Se çfarë rrugësh të tjera duhet gjej PD-ja, unë mendoj që, besoj që do kemi kohë ta flasim më tej. Jo, mos më kalo tek se çfarë duhet bëj, çfarë do të bëj, problemi Berisha etj. E shikoj të dështuar absolutisht protestën, dhe në këto kushte PD-ja u përpoq ta transformoj atë në një foltore, sepse termi foltore lindi pikërisht mbrëm. Zoti Kalaja ishte i pranishëm në protestë sepse hodhët edhe foto prej andej. Ju ç'përshtypje ju la, si ikët nga protesta? Ka të drejtë zoti Kikia? Po, është e vërtet që isha në protestë në respekt të demokratëve, pa diskutim që më kanë mbështet zgjedhjet e 11 majit. Unë faktikisht protestën e kam kërkuar me kohë, ashtu siç kam kërkuar edhe procesin e analizës, i cili do duhet kishte ndodhur me kohë për me kuptu gabimet e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, sepse unë mendoj që pas zgjedhjeve të 11 majit PD-ja duhet të fuste në një periudhë reflektimi, duke parë nga vetja në këtë rast
se çfarë ndodhi në këto zgjedhje duke bërë një analizë e cila është e munguar dhe ndodhi për arsye të shumta, sigurisht që justifikimi ishte çështja e raportit OSBE-Odirit, por unë gjykoj që duhet të dilnin të gjitha problematikat e atyre që humbën qarqet në një mënyrë katastrofale, sepse në qarqet caktuar u humbe dhe lista e sigurt, jo më të merri deputet nga lista e hapur. Së dyti, unë gjykoj që do ishte në nderin e Partisë Demokratike për me bë një analizë gjithëpërfshirëse, e cila mungoi në zgjedhjet e 2023 për arsye të panjohura deri tani, por për me vendos një objektiv që unë kam thënë në këtë lloj mënyre. Çdo kandidat duhet shikojë se si ka dalë te kutia e lagjes vet. Në rast se ka humbë te kutia e lagjes vet, sigurisht që ka probleme pastaj, sepse në politik nuk zë vend ajo shpreha që asnjë profet nuk pranohet në vendin e vet. Politika matet me vota, dhe patjetër që në rast se lagja kandidatit ka qenë një fitore PD-s më parë dhe tjeke humbë, tu ka një problem, ose ka qenë zonë thellësisht e majt, do të shikohet se sa vota e ke rikuperuar etj. Do të mbahet përgjegjësi drejtuesi i qarkut, i cili duhet thënë ka bërë një humbje e cila është e pa justifikueshme në raport me rezultatet e Partisë Demokratike ndër vite, me zgjedhjet e 2021-shit, me zgjedhjet e 2023-shit dhe me zgjedhjet e 2017-s. Mendoj unë se 19-ën PD-ja nuk u fut në zgjedhje. Më fal, po te protesta besoj ke konstatuar edhe ti që as antarët e PD-s nuk ishin të gjithë, jo të tjerë. Shiko, ajo ishte pse ky bojkot edhe nga vet brenda? Ajo ishte një protestë modeste. Nuk ishte një protestë në atë që jam dakord me zotin Kikia që thot protesta, ka demonstrat, ka protest, ka tubim, ka foltore, ka konferencë për shtyp. Pra, unë nuk besoj që ishte të rastet e para protesta, ose më saktë organizimi i dieshëm, se na ka mbet me një protesta. Shiko, për këtë do t'ju marr një shembull, me që po këmbgul të çështja e protestës. Unë kam qenë një nga njerëzit organizator të protestës së 7 korriku 2022, në rast se ju kujtohet. Po ajo u mbush sheshi. Që ishte edhe në kulmin e temperaturave shumë të larta. Po, përveç asaj, Partia Demokratike, ose më saktë ajo që ne përfaqësojmë, nuk ishte as zvul, nuk ishte as logo, nuk ishte as para, nuk ishte as lloj gjëje, ishte thjesht një lëvizje fluide që kishte nis nga poshtë lart. Por ajo që arritëm ne të bënim, jo unë kam qenë folës i parë në atë protestë, por kam qenë pjesë e organizimit, ishte që mblodhëm njerëz, faktor dhe aktor, përgjithsisht djathtas, të interesave të komuniteteve të caktuar në përgjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, që kishin organizuar protesta lokale dhe arritëm të bënim një trojesë të madhe, e cila u përsërit disa herë për me mbledh energji për 7 korrikun e 2022-shit, protestat të cilat u zhbën në 12 nëntorin e 2022-shit. Për shkak se filloi proceset e brendshme Partia Demokratike dhe arritën disa zhgënjime, qoftë me zgjedhjet e Forumit Rinor, qoftë me zgjedhjet e anëtarëve të kryesisë, që disa prej tyre u emëruan dhe nuk u zgjodhen në mënyrë drejt për drejt me votë të realistë. Prandaj mendoj unë që metodologjia atëherë që qelloi e suksesshme, fakti që kësaj radhe nuk u mblodh Këshilli Kombëtar si organi më i lartë i Partisë Demokratike për me vendos për aksionin politik, sigurisht që ishte një vendimarrje e cila nuk ishte kolegjiale. Jo, po është shumë e rëndësishme që Këshilli Kombëtar të marrë vendim për aksione politike. Pra, fakti që ata nuk u përfshin sigurisht që nuk do kishte edhe njerëz në protestë, sepse çdo antar i Këshillit Kombëtar përfaqëson sentimente, ka disa njerëz mbrapa. Në rast se ti e zgjedh vetëm me grupin parlamentar, aq njerëz ka grupi parlamentar. Tani kjo gjë u pa, sidomos ata që vinë nga lista mbyllur. Vjen keq. Cilët nuk u pani ditë në fushat. Dakor, duhet bërë analiza. Kikia, pse nuk u bë analiza? Kanë kaluar shumë muaj që nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ajo që ndodhi mbrëm, s'ishte një aksident. Ishte rrjedhoi e një situata që ka kohë që majiset brenda për brenda, sepse kishte edhe njerëz brenda Partisë Demokratike që jo thjesht nuk shkuan, por e publikuan atë qasjen e tyre apo qëndrimin e tyre që në fund bën pyetjen, çfarë do arrijm, ja dolëm. Çfarë duam të tregojmë? Partia Demokratike dhe vetë zoti Berisha protestën e kanë patur mjetin e tyre më të fortë. Por duhet kuptoj një gjë që Shqipëria s'është më as ajo e 90-s, as e 2000-shit, as e 2015-s, as e 2020-s. Njerëzit janë të lodhur,
Po, ka dhe një politika. bilanc humbjesh një pas njëshme, që kam bërë Mbështetësit vetën. të Partisë Demokratike janë të lodhur nga humbjet e një pas njëshme, thënë 16 vjet në opozitë. Mendosh një njeri tani që del dhe lufton për një kauzë dhe humbe dhe të mbështes një njeri që thot më mbështesni një mu, por prapë nuk do fitojmë, është diku thos po prit të zotëri. Demotivuesi më i madh i vet opozitarizmit është zoti Berisha, sepse opozita nuk është thjesht Partia Demokratike. Opozita është çdo qytetar që mund të ketë qenë edhe votues i Partisë Socialiste, 1 apo 2 mandate. Pastaj vjen moment që kuptojnë që kjo parti duhet të ikë nga pushteti sepse po bën keq për shoqërinë dhe për vendin. Ky është një opozitar. Nuk është të thënë që duhet të jesh hithtar i Sali Berishës apo fanatik i një partie politike të caktuar si Partia Demokratike për të qenë opozitar. Çdo kush që është në rrugë që mund të jetë kundërshtar i qeverisë quhet opozitar. Dhe këto vota duhet të dihet të mlidhen. Ky popull duhet motivuar, duhet frymëzuar për të dalë qoftë në protest, qoftë për të votuar. Unë mendoj që Berisha nuk e bën dot më këtë gjë. Por ka 36 vjet. Për 2 muaj futemi në vitin e 36. Nuk ka çfarë bën më një politikan. Njerëzit të deshën të japin të kuptojnë më, nuk e ndjekin. Nuk e ndjekin. Dhe në momentin kur nuk të ndjekin një politikan ka mbaruar. Po e kanë për detyrë të tjerët rreth rrotull të marrin situatën në dorë apo janë të pafuqishëm për ballë. Tani këtu futemi ke përpjekjet për të dhënë mend ne që jemi jashtë PD-s dhe që kjo është një gjë e lehtë për ne, por që po pse është kaq e vështirë për ata? Është e vështirë sepse është një organizatë politike që të cilën vetë zoti Berisha ka ditur ta ndërtoj gur pas guri si një kull që t'i shërbej atij. Po mirë, nuk po flas vetëm për rrethin e ngushtë të besnikëve. Se PD-ja nuk përbëhet vetëm për tyre. Këtu është problemi tani. Zoti Berisha pati një mbështetje masive, siç Avloni tha pak më parë. Foltorja e famshme që e riktheu Partinë Demokratike sërish në rrugë. Po, për kushtet që ishte, po, në vërtet. E riktheu në ringun e politikës. Njerëzit u motivuan sërish, demokratët u angazhuan, kuptuan që leadershipi ishte përgjegjës për atë situatë deri në atë moment dhe u arrit deri te kuvendi i madh i stadiumit. Kishte një shpresë këtu që do fillonte frymarrja, që Berisha do bënte zgjedhje të lira, që Partia Demokratike do hapej, do krijonte pak kënaqësi, padyshim, por do krijonte një mbështetje më të madhe për te rrethit antarëve të saj. Unë isha një ndër ata që besoja që do ndodhte kështu sepse në fund Berisha e arriti çfarë donte. E shkuli Partinë Demokratike nga Basha, e shkëputi, e solli aty, vetë nuk ishte më fuqi dhe energji ta ndiqte këtë proces dhe doja e linte. Nuk ndodhi. Nga ajo që unë di brenda grupit të Berishës, ata ishin të gjithë në pritje që Berisha thoshte unë e mbylla misionin tim. U asolla Partinë Demokratike prap këtu, tani ngritni platformat, konkuroni, garoni. Ja kjo nuk ndodhi. Atëherë? Tu filloi rrënimi. Që po pra po pse kaq të pafuqishëm këta të tjerët them unë. Tani u tregua një herë që një palë deshën të shkputen dhe nga Partia Demokratike u shkputën 3 fraksione. Nuk ndodhi asgjë. Mos ta përçarë sërish thua ti? Ajo që do duhej të ndodhte është që sërish Berisha duhet kuptonte që humb një herë, 2 herë, 3 herë, ndalon. Sa do probleme ketë pala tjetër me ata me abuzimin, shfrytëzimin e aseteve ekonomike, administrative, njerëzore etj. Duhet të shikosh nga vetja. Ore, në cilin vend të botës, një qeveri me gjysmën e stafit brenda në burg, me një zëvendës kryeministre me një këmbë në burg dhe një këmbë në derë, që është kapur pas çelësit të zyrës, dhe një kryeministër që nuk del dot në parlament, do ishte vështirë për ta mundur. Sa do të virte, sa do të manipulonte, sa do... Prap, vjen një moment që vota masive e qytetarëve e rikuperon edhe atë vjedhjen që do bëhet. Nëse Rama do themi që okej, i shantazhoni, bën ai patronazhisti, ke vota, ai numëron keqe, çfarë do ta pengonte qytetarin mbrëm në errësirë që të dilte në rrugë dhe të bërtiste. Këtu
duhet parë nga vetja. Dhe atë që nuk po bën PD-ja sot, është pikërisht kjo. Berisha, unë vazhdoj të mendoj, raporti ose OSBE-dit është tronditës në raport me standardin e demokracisë dhe nivelin e zgjedhjeve. Por Berisha po e tund edhe më shumë këtë raport. Berisha po i përmend në mënyrë sistematike në çdo fjalim. Ka vjedh këtë, ka vjedh këtë, ka vjedh këtë, ka bërë këtë, sepse i duhet si alibi për të mos u larguar. Po pse nuk do të largohet Berisha? Kjo është një pyetje tani shumë e bukur, e fortë dhe nuk di nëse dikush mund ta ketë përgjigjen e saktë, por gjithkush ka një përgjigje. Përgjigjja është? Berisha unë kam time. Patjetër. Berisha nuk do të largohet sepse do që me problemet që ka me drejtësinë të përballet si kreu i opozitës. Dhe ati nuk i intereson shumë tashmë. Nëse opozita është kaq e madhe, është kaq apo është kaq. Mjafton që ai të jetë kreu i opozitës. Në mënyrë që kur të shkoj atje ke prokuroria, ke SPAK-u, ke gjykata, të mos thuhet ish kryetari PD-s apo deputeti Berisha, por lideri i opozitës. Jam dakord. Dhe kudo të flitet për liderin e opozitës që përballet. Po pse s'më dhe përgjigjen tjetër për demokratët rreth e rrotull që e din këtë situatë? Tani, demokratët rreth e rrotull do duhet të bëjnë një gjë. Në momentin kur ka zgjedhje siç janë ato të vitit tjetër, duhet të kenë kurajën të garojnë dhe të ngrenë të gjithë ata që mendojnë që duhet të përmbyset status quo-ja dhe leadershipi. Por çfarë ka ndodhur? Listat e mbyllura të Partisë Demokratike, s'po flasim për PS-n, se njëjta gjë, po flasim për PD-n, ishin të gjitha të mbushura me njerëz të cilët ose janë njerëz të ngushtë të Berishës, ose i janë mirënjohës dhe i porulen çdo mëngjes që i ka futur aty në listë sepse janë bashkëmoshatar të Berishës. Ke Tritan Sheu, ke Zefina Topalli, ku ka, janë gjyshur që thjesht e duan mandatin e deputetit se mërzitën të rinë në shtëpi. Se s'kan asnjë lloj kontributi më në politikë, nuk munden se është cikël jetësor edhe kjo punë. Dhe padyshim, me këta njerëz që ka përreth, Berisha e siguron atë mbijetesën e tij kësaj brenda kësaj partie. Të tjerët, si Auloni që po ende dyrëve të gjykatës për të bërë gjën më të thjeshtë të mundshme, të numërohet vota. Nëse i ke fituar ti je deputeti. Nëse i kam fituar unë, jam unë. Dhe është ndruar në herojnë. Pse? Se po kërkon të numërohet vota. Berisha nuk ka hapur partinë. Dhe hapja e partisë nuk do të thotë hapësh derën të thosh njerëzve hajde hyni brenda juve, se unë do rri këtu ke froni. Hapja do të thotë kliroj garën. Ose duke ikur, ose duke i lejuar edhe të tjerë të garojnë bashkë me të. Por në momentin kur vetë Berisha është në garë, ai imazhi që e ka krijuar, 35 vjet ai, lideri suprem, i padiskutueshëm, heroj etj, të gjithë tjerët duken të paguximshëm, duken në miniaturë, dhe kjo e vret guximin e të tjerëve për të garuar. Një lider vërtet, një burr shteti, një figurë kombi, një ish president, një ish kryeministër, një njerëz që ka vënë djersën dhe mundin e tij në themelet e demokracisë, do të jetë vullnetin, kurajën, të largohesh dhe të thoshte zihuni me njëri tjetrin, se politika është luftë. Nuk ta dhuron askush fronin. Edhe ti Aulon, edhe ti tjetër, edhe ti tjetri, secili me programin e vet, secili me klanet e veta, me grupet e veta, ai në fund që do fitonte, ka votën e shumicës, tani thoshte, hajde të ecim përpara. Kjo nuk ndodh. Nuk ndodh sepse nuk do Berisha. Atëherë, Kalaja, ke shpresë që do të ndodh diçka konkrete tani në PD apo asnjë lloj? Ke kuptuar, ndoshta di edhe më shumë se je më brenda saj. Unë mendoj që Partia Demokratike ka nevojë për mentalitet fituesi, sepse deri tani jemi e rëndësishme është pjesëmarrja. Pra nuk merrem pjesë në zgjedhje për me fitu zgjedhjet. Pra thjesht nuk është parti kompetitive. Duhet të ndryshoj mentalitetin e vet, duhet të ikë shprehje fataliste, jam dakord me zotin Kikia që thotë zgjedhje me Edi Ramën nuk ka, nuk fitohen zgjedhjet me Edi Ramën etj. Unë mendoj ndryshe fakt këtë pikë. Për arsye se unë them që Partia Demokratike duhet fitojë në atë masë që edhe manipulimi i zgjedhjeve mos ta ndalojë fitoren, që do të thotë mund ta mundësh me Edi Ramën me 10% votave, do t'i vjedhi disa vota dhe do fitosh me 5%. Këtë gjë unë e provova vetë, domethënë në Bashkinë e Krujës,
ku kësaj radhe, mbas 18 vitesh u fitu Bashkia Krujë, zona ime elektorale, ku unë kam kandidu, do më thënë Krujë, Fushkruj, Nikël, Bubq, Malsi, Thuman, dhe këtu nuk ka në iluzion që aty s'ka banda kriminale, apo jo? Se po flasim për një nga zonat që media rëndom thot aty janë dur të krimit, digjen makinat, vrasin njerëz edhe prapti pavarësisht se unë menoj që më ndryshe për atë zonën, me të thënë drejtën, po ky është debat tjetër, se duhet me pas respekt edhe për njerëzit atje, se zakonisht janë dhe gjonat importume që ndodhin të ajo zonë, po gjithsesi është debat tjetër. E para, e dyta, është makineria shtetërore atje? Patjetër që është, apo jo? Bashkia drejtohet nga Partia Socialiste. Gjithë administrata ishte kundër. Kishte edhe rastet e Tiranës, Sali Mehmeti, Tabaku, që morën aq shumë vota. Jo, që morën aq shumë vota, prap, jo, logjika të çon që merren pra vota. Jo, Diona, po të të flas për logjikë tjetër gjë. thjesht. Aty jam kandidati që kam fitu edhe përballë PS-s edhe përballë PD-s. Domethënë kam marrë më shumë vota, po s'po të flas për vota personale, po flas përballjen Parti Demokratike, Parti Socialiste. Që do të thotë, në 2023-shin Bashkia Krujës u humb me 10.000 vota nga PD-ja. Mori 20.000 PS-ja, 10.000 PD-ja. Kësaj radhe ne arritëm ta kthenim këtë rezultat, të rikuperojmë 10.000 vota dhe dalim plus. Po pra, po ç'është kandidati pra? Po pra, po këtë jam duke të shpjeguar. Po pra, këtu pra, unë mendoj që Partia Demokratike do duhet dhe nuk ta them nga vetja ime, ta them dhe nga emrat që përmendet ti, ta them dhe nga emrat tjerë që ne kemi, për shembull, Kavaj u fitu pra Bashkia Kavajës së radhë. Po pra, po. Përveç 2023-shit u fitu dhe kësaj radhe. Pra ka vazhdimsi. E njëjta gjë ndodhin Mirdit, ka Novën Puk, në Fusharë, se tani këto vende majnë si bastionet PD-s, por nuk ka më bastion në Partia Demokratike, që në momentin që ka humbur Tropojën, bje fjala bastion në Shqipëri. Ishte simbolika e thotë. Po ka 58 bashkimër, e kupton? Pra 3 bashki ka PD-ja me sa di unë. Domethënë tjerat i morën edhe këto të 5 tani çfarë patën. Pra unë mendoj që na duhet figura e fituesit në Partinë Demokratike dhe kjo duhet investu dhe kjo duhet fut. Po dakord, pra se këtë e thon të gjithë, gjithçka mbetet vetëm në teori. Marrim armët. Jo. Po jo, s'është puna tek armët. Ne do luftojmë me shembullin, ne do japim shembullin ton. Unë personalisht kam bë betejat e mia, kam shku në KAS, në KQZ, betejat i tha zoti Kikia, kam dhe tjera, kam sulmu dhe qeverin, kam qu në gjykat në SPAK çështjen e faljes gjobave 2 ditë para zgjedhjeve. Se s'jam marrë vetëm me çështjen time. Pra po pres vendimin e gjykatës tani, a do hetohet qeveria, Këshilli i Ministrave, sepse kanë bërë një gjë të palishme. Jo, them edhe për betejën brenda PD-s. Beteja bëhet, shiko, unë tani kam bëj betejë për mbrojtjen e votës, e cila faktikisht është paralele me betejën që ka bërë Partia Demokratike për votën. Unë kam shku në SPAK dhe kam menduar që këtu kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal. SPAK u më rrëzoi, tani doli vendimi i gjykatës shkallës parë, GKK-s, që thotë po, këtu ka grup strukturuar kriminal dhe detyron SPAK-un që të hetojnë këtë drejtim dhe falsifikim zgjedhor. Ndërkohë po pres përgjigje për kallëzim tjetër që kanë bërë për shpërdorim detyre të KAS-it, të Komisionit Ankimimeve dhe Sanksioneve, të cilët gjatë procesit të rinumërimit që ndodhi në Shqipëri, që për mendimin tim ishte një proces i domosdoshëm që qytetarët shqiptar dhe ndërkombëtarët kuptonin se si numërohen votat në Republikën e Shqipërisë. Në Tiranë u trafikuan 10.000 vota. Ndërkohë KAS-i nuk ka bërë kallëzim prokurori për me e quajtur krim zgjedhor, thotë është gabim njerëzor, 10.000 vota trafikuar. Jo, unë jam dakord me këtë. Fal, jo ta mbaroj vetëm logjikën, një sekondë. Po ne themi përtej kësaj. Për çfarë është shumë e rëndësishme kjo se kemi të bëjmë me zgjedhjet, ata janë ul bashk prapë me bë kodin zgjedhor, vjen keq. Mirë, pra, do pyes për atë. Ja pra, një sekond. E dyta, u ndryshu një mandat në qarkun e Fierit. Mandati i zonjës Zeqine Caushi humbi dhe e mori një tjetër, pavarësisht se ajo nuk e mori se tha Rama. Po pra, çeka i domosdoshëm rinumërimi. Unë arrita të rikuperoj 105 vota në krahasim me kandidatin tjetër për hapjen e pjesshme të kutive, ndërkohë që SPAK-u tani do të hetoj video, do hapen video tani. Tani do dalin çuditëra me mënyrën se si do hetohet SPAK. Videot dhe audiot e numëruesve kur marrin votat dhe i shënojnë X-at vet tek fleta votimit. Gjë që unë i kam paraqit me video, se kam marr videon nga KQZ-ja. Pra, një sekond. Pse po e marr gjithë këtë shembull? Sepse këta janë nul për me bë kodin zgjedhor tani, po e dini ju që ka një nen kodin zgjedhor që ja pamundson kandidatëve hapjen e kutive, por këtë çështje un kam vënë lëvizje gjykatën kushtetuese. Pra të gjitha këto veprime që po të them unë, këto janë politik, apo jo? Po pra po, dakor. Pra unë mendoj që kështu mbrohet vota. Tani Partia Demokratike thotë unë do bëj komision hetimor parlamentar për me nxjerra këtë farsën zgjedhore, me i mush menjen e Diramës që na kanë vjedh vota. Po kjo është shmenduri, pra unë jam kundër këtij komisioni. Që tani, domethënë se gjithë kështu e interpretuan. Një ditë pas protestës u ulën për Komisionin e Reformës Zgjedhore nga kërkesa për rrëzimin e qeverisë në bashkëpunim
Dhe me thënë... Shikon, për të ezauruar, dhe të themi, situatën në të cilën ndodhet jo thjesht PD-ja, por demokracia në tërësi. Partia Socialiste ka paqe tani, sepse janë pushtet, dhe çdo kujt që ngre zërin i mbyll dot goja sepse pushteti ka për gjithë. Në atë parti do filloj lufta civile pasi të bjeri nga pushteti. Por të dyja partit drejtohen në të njëjtën mënyrë. Nga dy njerëz që kanë një jetë në politikë, ku nuk ka pikë demokracie. Por tani jemi duke folur për opozitën si alternativë qeverisës. Çfarë është sot Partia Demokratike? Partia Demokratike është opozita më e mirë që ka patur ndonjëherë demokracia në Shqipëri. Është partia politike që ka bërë pjesën më të madhe të denoncimeve në SPAK dhe thuajse të gjithë zyrtarët e qeverisë që janë sot nën arrest apo nën hetim, janë falë denoncimeve që ka bërë Partia Demokratike. Por ky vend nuk ka thjesht për një opozit profesioniste. Pra kemi dy parti politike. Njëra do rri vetëm në qeveri, kjo tjetër do rri vetëm në opozit. Detyra opozitës këtë e bëjnë mirë, thua ti. Jo, kam si nuk e kisha ironiste. Jo, dakor. Kjo është shumë e mirë, por nuk është ky misioni i vetëm. Pra, detyra Partisë Demokratike në opozit nuk është të përmirësoj qeverisjen, apo të shpresoj që rokadën ta bëj burgu, prokuroria. Unë mund të them, ja ta zëm se SPAK-u më në fund do hapi kutit, jo të votim për kutit e materialeve, dhe do shoh aty atë që është për të parë. Dhe do të arrestoj edhe Edi Ramën. Atëherë Partia Socialiste do gjejë një kryeministër tjetër. Kush do qeverisi? Prapë Partia Socialiste. Çfarë do bëj nëse arrestohet nesër Edi Rama? Do bëhet një qeveri e re dhe do vjet Erion Braçe kryeministër. Nuk është i korruptuar. Me çfarë do të akuzojmë? Për çfarë do dalim në rrugë, në foltore? Çfarë do t'i kërkojmë atij? Ti themi ik dhe ti se ti e ke. Tani kjo ulja në tryezën e reformës zgjedhore. Tani çfarë është kjo se do ta shpjegoj dhe. Pati edhe kjo reagime të shumta. Tani gjëja që duhet bërë në këtë rast është që Partia Demokratike të mos jetë thjesht dhe vetëm opozit, por të jetë alternativë qeverisëse. Unë të mos e shikoj Partinë Demokratike si një OJQ antikorrupsioni, që denoncon, që proteston, që çon pa dije. Këtë ka pasur kur ishte shoqëria civile e pakapur nga qeveria, e bënte këtë masivisht. Po denonconte, çonte dosjen në prokurori. Këtë po bën PD-ja sot. Ora, po nuk është si alternativë qeverisës apo? Duhet ta shikoj si, kjo nuk është alternativë qeverisës. Po pra këtë po them. Alternativë qeverisës është që unë këtu të shikoj kryeministrin e nesërm, i cili duhet jetë më i mirë se sa ky që është sot, duhet shikoj një identikit të qeverisë. Kush do të jenë ministrat e nesërm? Shumë e drejtë. E po, më falë, unë Sali Berisha nuk e votoj dot për kryeministër pra. E kam patur 2 herë, 3 herë kryeministër, e kam patur 2 herë president, mjaft. Kështu si unë mendojnë shumë njerëz të tjerë. Mendojnë që ky është i keq, unë mendoj që ka mbaruar punë, ka dhënë çka patur për dhënë, mirë keq për këtë historisë ta vlerësoj. Shoqëria ka nevojë për energji të reja. Ktu ndahemi me PD-n tani. Duhet që PD-ja të prezantohet përballë të keqes që ka qeveria, jo të luftoj duke i thënë mos vidh ti. Përkundrazi, nëse do isha në opozit, unë do isha i lumtur të kisha një qeveri të korruptuar përpara, sepse ka më të thjesht për ta mundur. Po të kisha një qeveri të ndershme, për çfarë ta bind elektoratin të thënë më voto ti mua tash dhe hiqja atë. Nuk do lutesha që ti mos vidh, po vidh dhe do ta përdorja korrupsionin dhe hajdutrinë e qeverisë për të bërë për vete publikun që të votoj mua. Sepse këtu ka i pyetje të madhe, ore, me këtë histori të mëdha aferash korruptive, si është e mundur që këta njerëz nuk ngrihen? Po shife ke vetja pra. Ke alternativa më mirë qeverisëse, do i vjedhë 10% votave Rama. Merr 60% që të mund ti rikuperosh votat e vjedhura. Por pa qenë alternativë qeverisëse, dhe alternativë qeverisëse një ish kryeministër, një ish president, një ish që në 90-ën nuk ka
kanë lindur 2 gjenerata që nga 90-ta këtej. Edhe nuk mundet më që të vazhdojnë të shkojnë 35 vjeçarët, 30 vjeçarët, 25 vjeçarët, 20 vjeçarët, shkojnë të votojnë sërish. Ka nga ata nisur dhe nga ulja ndryes të reformës zgjedhore që mendojnë se Rama Berisha bashkëpunojnë. E kam pyetje për të dy. Unë mendoj që nuk ka një bashkëpunim. Jo, nuk po them bashkëpunim. Por Rama është i kënaqur që direkt të ketë përballë Sali Berishën. Për këtë jam shumë i bindur, sepse me atë mbështetje qytetare dhe popullore që ka Berisha. Sepse bashkëpunimi për reformën zgjedhore nuk është një lloj 2008-20 edhe në shërbim të dy kryesorëve? Për këtë lloj bashkëpunimi është flasim se kjo legjislaturë, parlamenti ka 2 detyrat më të mëdha dhe historike. Reformën administrative dhe reformën zgjedhore. Të cilat edhe mbi vendosen deri diku. Reforma administrative është e shenjtë për qytetarët. E para u bë tërësisht për interesa politike. U vizatu një hartë administrative që ishte më shumë hartë elektorale nga socialistët, ndërkohë që demokratët e braktisën. U konfirmua që ishte dështuar, qytetarët nuk morën shërbime, heqja e kompetencave, njësive administrative ish komunat, bëri që u përqendru investimi, paraja, qeverisja, shërbimi në bashki të mëdha, mirë po ka bashki që e kanë qytetarin e fundit 60 km larg. Kjo është jetike. Për demokracinë dhe gjitha për qytetarët. Reforma zgjedhore gjithashtu. Nuk ka asnjë të keqe që PD-ja dhe PS-ja të ulen ta bëjnë këtë gjë, sepse ne jemi mësuar të shohim vetëm luftë majorancën dhe opozitën. Dhe kur ulen bashkëpunojnë thënë bu. Kjo ka një arsye, se kur janë bërë bashkë, këta kanë bërë vetëm keq. Kur janë marrë vesh vetëm për interesat e tyre politike. Unë lutem dhe shpresoj që të bëhet më e mira për reformën zgjedhore dhe të bëhet më në fund një reformë zgjedhore, se ne çfarë bëjmë? Pas çdo procesi zgjedhës ne flasim për reformë zgjedhore. 4 vjet rresht reforma zgjedhore. Në fund, një muaj përpara zgjedhjeve ndryshojmë 2-3 paragrafa aty sa për të thënë, edhe themi ta bëjmë kur të vinë zgjedhjet tjera. Nëse do shkohet prap këtu, kur mos u bëft. Por nëse do ulen dhe ta bëjnë seriozisht, do duhet bëhet një reformë që rezistojë të paktën 2 proceseve zgjedhore. Dhe të bëjmë reformë sa herë ka zgjedhje. Kështu që unë nuk jam i pakënaqur pse ata po bashkëpunojnë. Por dua që ta bëjnë realisht. Varet çfarë produkti se. Tani pra se kjo është interpretuar edhe një nga shkaqet pse nuk besohet tek opozita, do ma konfirmoj Kalaja, është edhe ky dyshim i shumicës që i demokratëve që ta bashkëpunojnë në një forma në një tjetër dhe për çfarë do dalim ne në shesh për shembull. Është ky perceptim? Perceptim patjetër që është. Po sa i vërtet është, unë nuk mund ta them se nuk kam fakte, domethënë. Mirë, jo. Tani unë dua perceptimin tënd. Jo, perceptimi është sepse kemi dëgjuar rëndom, domethënë, ja kanë thonë dhe në pyetje jo, ti e beson këto për shembull, meqense ti je tek Partia Demokratike, e beson ti? Domethënë, nga opozita duhet largohen njerëzit që kanë biznes me Ramën. Kjo është domosdoshmëri. Pra se këta u tallnin me atë lëvizjen për katarsis në Partitë Socialiste, po ajo ishte kulmi i demokracisë për mendimin tim. Domethënë KPD e famshme. Imagjino se sa hapa pas jemi ne tani. Na duhet i proces i tillë, besoj unë, sepse ajo do ta bënte partinë akoma më të fortë. Duhet që deputetët e Partisë Demokratike të shkojnë te elektorati, është domosdoshmëri, sepse janë shkput nga baza fare dhe kur të shkojnë, mos shkojnë me Range Rover dhe me Dolce Gabbana, po të shkojnë që t'i ngjojnë hallet e tyre, sepse parlamenti ç'është, është një lloj megafoni për me nxjerr hallet e tyre. Sot është përmbyt gjithë Shqipënia. E kupton, edhe shumë pak denoncime kemi. Do të presim seancën dhe të shikojmë se ça do bëhet. Shiko, për sa i përket kodit zgjedhor, se kam dhe një koment për këtë çështje. Praktikisht kodi zgjedhor që kemi duhet hedhë në koshin e mbeturinave, sepse në disa pika të tij është antikushtetues. Bie në domethënë në kontradikt me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Një nga këto është çështja e kandidatit i cili s'ka drejt për me hap votat e veta. Tani ne jemi pjesë e KED-s, Konventës Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Komisioni Venecia s'ka shkruajtur për këtë çështje. E gjithë praktika e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, Gjykata e Strasburgut thotë që të drejtën për të kontestuar rezultatin zgjedhor e kanë partitë politike, kandidatët, ata shkojnë edhe më tej thonë dhe zgjedhësit. Ndërkohë në kodin tonë zgjedhor, të drejtën për të kontestuar rezultatin zgjedhor e kanë vetëm partitë politike.
Kjo është antikushtetuese pse? Sepse bjen ndesh me dy nenet kushtetutës, e para është e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, dhe e drejta për të pasur një proces të rregullt ligjor. Këtu nuk ke proces të rregullt ligjor, pra ty mund të t'i vjedhin votat dhe ti nuk ke drejt dot me bë një proces të rregullt ligjor, as në mënyrë administrative me KAS-in dhe KQZ-n, as në mënyrë po themi të gjykatave klasike, siç është kolegji zgjedhor, që është një entitet që mblidhet pikërisht për të shqyrtuar çështjet zgjedhore, sepse rasti Ali Mehmetit nuk na legjitimon. Gjykata për rastin tim vendosi 4-1. Pikërisht këtë praktikun e kam çuar gjykatë kushtetuese. Tani de facto kodi zgjedhor ka rënë. Pse ka rënë? Sepse rrëzoi spaku tani kodin zgjedhor. Sepse GKK-ja vendosi që të hapen kutit. Dhe kutit i kërkoi kandidatin këtë rast. Pra kandidati u vendos që do hapen kutit. E jo vetëm qarku Durrësit, se këtu ka lindi keq kuptim dhe më lejo ta sqaroj këtu. Unë ka bërë një kallëzim zoti Kikia, jo vetëm për Durrësin, po unë kam thënë që kam parë falsifikim votash edhe në Fier, edhe në Tiranë, edhe në Dibër. Proceset cilat u rinumëruan. Pra, procesi do jetë gjithëpërfshirës, nuk do jetë vetëm për interesin tim. Unë patjetër që unë jam nis nga interesi im, se unë kam dashur me u bë deputet, patjetër. Dhe du të shoh votat e mia. Por edhe këtu ka pas krim zgjedhor, kështu që do të jetë nderi natyre. Por është një proces që do zgjasë. Të jemi realist, domethënë sepse do merren fletë të votimit, do analizohet dhe boja stilolapsit që ka votu për partinë dhe për kandidatin këtë rast, sepse ka stilolaps, domethënë aty identifikohen që ka votu një stilolaps tjetër për partinë dhe një stilolaps tjetër për kandidatin, ose mënyra se si janë prish votat. Për shembull, ja kanë dhënë dy kandidatëve që dalë pavlefshme, mos ta marr as mentori as unë votën, por ta marr vetëm partia. Pra, janë mënyra të ndryshme që do të jetojnë ata, s'ka problem, domethënë ja kalojnë gjykata shtat porosi se si do hetojnë. Tani, duke pas parasysh këtë çështje, unë nuk jam unë kundër që të ulen këto, se unë nuk tremem që ulet PD-ja me PS-n, se politika është marrëveshje, patjetër. Jo, për produktin produkti, atëherë pra që ta mbyll me produktin. Shiko, ne kemi mësuar, atëherë ne jemi shtet eksperimental. Jemi shtet eksperimental sepse ndryshojmë kodin zgjedhor sa herë mbarojnë zgjedhjet. Ndryshojmë kodin zgjedhor është ajo që tha zoti mentor. Që do të thotë, ne jemi mësuar që sa herë ka zgjedhje, ndryshohet kodi zgjedhor dhe ndryshohet në favor të Ramës. Pra asnjëherë s'ka fituar Partia Demokratike. Më thoni mu një element që ka hedh Partia Demokratike, tani këtu ka spekullime. Del zoti Gjiknuri thotë këtë e dha Oerdi thotë këtë e dha Gjiknuri, pra kur shkojnë gjërat keq thonë. Po pse ulet PD në tryezën e PS-n në momentin që është ky rezultat? Dhe kush është justifikimi? Se ka vetëm justifikim. Shiko se ata kanë numrat, ne i bëm propozimet tona, po është faji atyre. Shiko, kjo nuk shkon. Ne duhet kemi seriozitet. Nëse politika nuk ka moral, minimalisht duhet ketë lloj serioziteti. Ne duhet i dalim përballë qytetarëve shqiptar. Në rast se ata nuk pranojnë kërkesat dhe propozimet tona, atëherë s'ka marrëveshje. Si mund votohet një marrëveshje e tillë? Këta votuan bashkë në korrik kodin zgjedhor. Si mund të votosh ti një kod zgjedhor ku ai nuk ka marrë parasysh ato domethënë propozimet e tuaja? Ka një rrugë dalësh me qytetarët, bindesh qytetarët, se këta po pamundsojmë rotacionin politik, është shumë e thjeshtë. Tani këtu ka i problem apo jo? Dhe sa herë kanë bërë kod zgjedhor, fitoi Edi Rama zgjedhjet. Kjo është ideja. Nuk kam unë asnjë lloj dyshimi edhe kësaj radhe. Tani si mund bësh ti kod zgjedhor pa pas një proces analize? Ti duhet shkosh pyesësh njerëzit, çfarë problematike kishte në Korç, çfarë problematike kishte në Durrës, sa vota u dogjen për shembull në Fier nga ky kod zgjedhor dhe cili është avantazhi në letër që jepet Edi Ramës nga kodi zgjedhor. Po pra përgjigjet besoj se i ket paktën pjesërisht tek analiza që bëri Kikia. Po tjetër, unë nuk e kundërshtova këtu. Jo, dakor. Unë po shkoj dhe më tej. Pra, duhet një bashkëbisedim me qytetarët, me votuesit e tu, me njerëzit, për me boti një kod zgjedhor. Se çfarë histori është kjo? Hum zgjedhjet me 11 maj, ulem bëj prap kodin. Po si do ta bësh kodin? Cilat janë propozimet? Ku i morët ti? Ku i gjetet ti gabimet e kodit zgjedhor? Pa pyet njerëzit, pa të dhënë mendime Këshilli Kombëtar tjetri, s'është mbledh as i organ kolegjial i Partisë Demokratike. Si mund të vazhdojmë një proces tillë? Është proces historik. Jam dakord, është procesi tjetër i hartës elektorale, sa ai hartë elektorale është. Tani do zvogloj numrin e bashkive. E gjithë ideja pushtetit lokal është që qytetarët ta marrin shërbimin sa më afër. Tani, mbledhja e pushtetit në një bashki të caktuar e ka pamundsu këtë. T'ju jap vetëm një shembull. Kemi Fushkrujen me 50.000 banor, nuk është bashki. Historikisht ka qenë bashki. E morën, e kthyn fshat, e kthyn njësi administrative. Fushkruja është më e madhe se Kruja. Po edhe Kruja ka qenë bashki dhe Fushkruja ka qenë bashki. Një qytet me 50.000 banor. Dhe kemi bashki si Libohova me 2.600 banor.
Fal pra. Po s'na pyeti kush më zotëri. Un kam bërë sondazh dhe kam mbledh firma si Majta, si Djathtas, Bushkruj, janë gjithë pro që të bëhet bashki. Janë 50.000 banor, kanë shku çmimet e apartamenteve, po kapin Kamzën dhe Tiranën, vjen keq. Pra ti je njësi administrative aty dhe ke bashki Klosin, ke bashki Libohovën, ke bashki Roskovecin, pa dash fare të merren ato. Ato të jenë bashki, po ne si jemi, si ka mundësi. Pra s'kan pyet njëri, dhe kështu do ta bëjnë kësaj radhe, me sa kam kuptuar këta du ta çojnë 36 bashki, me sa kam marrë veshun deri tani. Këto mund ta organizojnë pushtetin në nivel qeverisjeje, por duhet të bëhet shpërndarja e pushtetit. Sepse sipas asaj që është tani, për cilën u përpoqen të korrigjojnë sa gjëra rrugës, qëllimi ishte që t'i zvogëlojmë bashkit, t'i fshim komunat, sepse janë sa njësi parazitare ku punësohen nga 20-30 njerëz, ku kryetari i komunës merr gjithë fisin e vet aty, fonde, tendera, sepse komunat kishin buxhete për administru, dakord shumë. U hoqën këto njësi administrative, por çfarë ndodhi? Numri i punojësve të administratës u shtua. Bravo. Nuk u kursye para, sepse njësitë administrative u mbi ngarkuan sërish me ca njerëz, por që duke mos pas kompetenca, s'bën në asnjë punë. Ne nuk jepin si lloj shërbimi. Qytetari nga Shëngjërgji, nga Baldushku, duhet vinte në Bashkinë e Tiranës edhe për të marrë leje për ndru tjegullat e shtëpisë. Po. Dhe njësia administrative ishte vetëm si i deleguar i Bashkisë Qendrore që të njoftonte ku atje ka probleme. Po ndërkohë mbi ngarkuan edhe më shumë se sa punojës kishin dikur komunat. Pra, dështojnë në gjithçka. U përpoqën pastaj të delegojnë ca kompetenca të vogla, por që njësitë administrative nuk kanë para për të ndruar poçin e llampës së ndriçimit publik ku digjet. Do duhet njoftohet Bashkia Qendrore të bëhet një tender për blek këto llampat që të vjetë ndrohen llampat, thujet xhami i shkollës se ble drejtori me lekë veta, sepse duhet njoftu njësia burokracia për ble xhamin e shkollës ja theu Kalamani duke luajtur me top. Po. Ndaj, nëse do duhet vërtet të bëjnë reform, duhet të udhëhiqen nga këto problematika. Dhe që këto problematika të reflektohen, do duhet të sondohet me publikun, të pyeten njerëzit kush është problemi, të mos mendohet të heqim fushkrujen, të marrim kavajen, të japim rogozhinës këtu se këtu nxjerrim deputet, po të heqim këtu fshatin që s'është imi, po ky është i Po tjetër. patjetër ashtu janë bërë llogari. Siç është rasti pas Kuqanit. To llogari pas Kuqana ka qenë vetëm mbi bazë elektorale dhe s'ka pyetur njëri nëse kjo komuna është më mirë tjetë me këtë bashkinë këtej se e ka më afër apo me këtë bashkinë tjetër këtu sepse merr shërbimin më lehtë. Reforma elektorale, pastaj është tjetër histori. Nëse do dështojnë sërish këtu, pastaj nuk bëhet fjalë më për të patur zgjedhje. Tani meqense u mblodhëm për situatën në Partinë Demokratike, por i kthehemi edhe një herë, ke informacion apo ke një perceptim ndoshta apo një parashikim pritshmëri se çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike, flitet underground që një grup mund të dalë kundër Berishës. E beson ti këtë? Unë së pari mendoj që e vetmja zgjidhje për ta rikthyer Partinë Demokratike si alternativë qeverisëse, e theksoj si alternativë qeverisëse, është çlirimi nga sondimi i zotit Berisha. Do të ishte zgjidhje shkëputja e një grupi apo është përçarje dhe nuk Jo, nuk ka më shkëputje, është shkëputur PD-ja ka qenë një pemë e madhe me shumë degë. Janë prerë gjitha degët të mushën që mund pritën. Tash nëse do duhet shkëputet prapë grup tjetër, thotë me çatat e trungun që ka ngel. Nuk është kjo zgjidhja. Atëherë s'ka zgjidhje po thua ti praktikisht. Zgjidhja është që në atë parti do bëhen zgjedhjet në prill vitin tjetër. Po, do kandidoj Sali Berisha. Po pra, zgjedhje fiktive nuk kuptohet kandidoj dhe Mentor Kikia dhe të kenë fuqi ato njerëzit aty brenda. Po kush do fitoj përballë Berishës aty? Kjo është nëse ata njerëzit vërtet janë të bindur. Jo, po se kanë fajin njerëzit. Po nën kupton ti, këtë po nën kupton ti që janë të dorëzuar, s'kan ç'a bëjnë. Atëherë do duhet ose të gjejnë forcën për të dalë mbi veten dhe të kuptojnë që Sali Berishës i ka ardhur fundi dhe ka nevojë për energji të reja partia. Çfarë do të thotë? Sali Berisha nuk ka ne ambicie të mëdha për të bërë kryeministër më. S'ka më vëlla. Ky që të hakutin me dhëm se do të bëhet deputet. Pastaj nesër të shkull plakat e trotuarit se do të bëhet kryeministër, po egoja çon përpara shoqërinë. Njeriu me ambicie duhet motivuar. Pa unë
Unë i kam provu gjitha, unë tash i pensionist, rri aty ke kafja lagjes, s'kam ambicie unë. Në raport me zotin Berisha po flas. Atëherë duhet futen të rinjt në treg. Dhe këta të rinjt nëse nuk gjejnë fuqinë që në ato zgjedhje. Pra duhet ta gjejnë të rinj pra. Të mbështesin. Një e kemi këtu për shembull. Kandidaturë alternative. Po. Atëherë unë vazhdoj të mendoj Berishës i mjafton që PD-ja edhe me 15 deputet mjafton të quhet opozit dhe ky të quhet lider i opozitës dhe shkohet tek ai ka shpreha famshme që më mirë i funit i pari i fshatit se i funit i qytetit. Ka gjitho. A ndihesh ti i guximshëm mjaftueshëm për shembull të kandidosh përballë Berishës në zgjedhjet për kreun e PD-s? Për shembull. Po jo, po pyetja janë se kujt do ja bëjmë ne këtë pyetje. Pyetje në rregull, po kështu sensacione gjona, unë kam marrë me diskutu politikisht domethënë këtu. Po sepse Kikia thot të rinjt. Po pra të rinjt. Kemi një këtu me historinë që ai përshkroi. Atëherë nuk do marrësh atë lloj përgjigje, domethënë. Unë mendoj ndryshe. Po mirë, pra kaloje për te vetes. Po për te vetes, pra aty do dal. Unë mendoj që unë i mshoj atij mentalitetit fitues. Mendoj që një grup fituesish do duhet që në Parti Demokratike të flasin me shembullin e vet në këtë rast. Po pra po si bëhet kjo? Kush do e bëj? A do e bëj njerëzit e kanë kuptuar domethënë tani se çfarë ka ndodhur dhe absolutisht aty ka njerëz që duan të fitojnë. Dita djeshme e protestës, asaj pjesëmarrje është një këmban alarmi për gjithë leadershipin e Partisë Demokratike. Po bëri njëri hapas për atë, jo? Jo, a ka lumturi tani për atë protestë që ndodhi dje? Jo, s'ka, po Berisha e po tani një sekond. Unë mendoj që ne duhet të jemi seriozë dhe të kemi raport me të vërtetën. Mendoj që ajo protestë e djeshme ne ta marrim si dum tani, domethënë ta kthejmë nga dum, ajo nuk kishte njerëz. Unë mendoj që ne na duhen protesta më të forta dhe Partia Demokratike ka gjithë potencialin e vet. Nga ju nuk pash njëri të dilte në media aktor edhe të thoshte po ky ishte një dështim, Berisha të bëj një hapas. Unë se pash një reagim të tillë. Kjo është mënyra jote të thënit, unë kam mënyrën time, secili ka mënyrën e vet për me u shpreh. Dakor, po jo, po ti hodhe selfie nga protesta. Po, patjetër. Po pra, atëherë si jo, nuk ka problem se normal se të shkosh te protesta pas. Telefoni ishte imi. Jo, jam shumë dakord pra. Kujt bërç me thënë drejtën. Po pra, po hodhe një selfie. Po. Pse hodhe një selfie ti kur ajo protestë nuk përmbushte as kushtet më minimale. Leje ty më hedh. Po jo pra mos e po e kuptoj domethënë pyetjen. Po jo po e çon ti pyetjen personale. Sa po thej që u zgënjyen. Un kam qenë ditën e shtunë protesta ishte këmban alarmi, ndërkohë ti e hodha aty. Un kam qenë ditën e shtunë me pompozitet. Po tani ndërkohë që po thuan që ishte figuracioni që përdor ti. Po jo pra, po mirë pra. Njerëz tjerë që e kanë pa kanë thonë është pa pozitiv. Po të jesh në sinkron me zgjënjimin që shumë mirë bone që dolet. Sa ti e thon pse s'dolet. Ty nga ajo pjesëmarrje duhet të vinte turp dhe të mos e hidhje për shembull foton. Nëse jemi në sinkron me zhgënjimin që the ti, atëherë s'pas ka pas zhgënjim. Ju jeni të kënaqur nga protesta pra. Se besoj që të ndero kjo fjalë ty domethënë. Unë kam marrë me të respektu këtu, domethënë. Po jo pra, e para një nuk e kam në rrafsh personal. Domethënë duhet të mvit turp me protesta. Turp në sensin e pjesëmarrjes, pra se ne po flasim. Mvit turp mu që dalin protestë kundër Edi Ramës, çfarë po thumë është? Po jo pra, jo, ti e kupton se çfarë po them unë. Unë isha ditën e shtunë protestë për familjen, biles mora fjalën dhe atje kam hedh selfie. Edhe këtu hedh selfie, është e drejta ime me hedh selfie ku duan. Jo, absolutisht hidhe, po sa po the para 2 minutash që ishte këmban alarmi, zhgënjimi u reflektua. Po patjetër. Po pra, po një qytetar i thjesht që të shet ty me atë selfie nga protesta, nuk sheh aty asnjë not zhgënjimi. Aty ka një gjë. Ç'do të thon kjo më tani? Unë shikoj edhe herë. Kjo është interpretim, pik bone interpretim shumë mirë. Po mirë, jo, interpretim. Po jo. Unë për shembull kisha pritshmëri që ti të bëje një tjetër reagim për atë protestë. Nuk të përmbush pritshmëria. Po mirë, dakord, pritshmëria është pozitive, mos s'ka ndonjë gjë të keqe. Jo, po s'ka lidhje, nuk domethënë të kam zhgënjur. Jo, kur them unë, dikë tjetër e kam, domethënë dikë tjetër tani ju mendoni që mos dalun në protestë. Jo, në protestë dil ti edhe në ballë të protestës. Po jo pra po se mos bëj foto. Unë po të them kam organizuar protestet e tjera, unë kam qenë një nga në sinkron. Ka disa qasje në brenda Partisë Demokratike. Ka një qasje nga ajo që mund të jetë Eloni dhe shumë kolegë të tjerë që thonë që po, protesta ishin të shtinë, dhe ishte një kambanë larg. Po reflektohet kjo se. Dhe kjo gjë ti edhe aty duhesh të krijoj frym tjetër aty brenda partisë. Ka ca të tjerë që thonë, jo, nuk ishte dështim, po kaq dëshëm neve. Kjo nuk është as e ndershme, as e vërtet, as e drejtë.
sepse është përpjekje për të mbuluar një gjë që dështoi. Po jo pra afeti para pak që duhet jenë këta të rinë që ta marrin situatën në Pikërisht, dorë. Po pra, po kur këta të rinë në politikë kënaqen me atë protestë, hedhin një foto aty nga pjesëmarrja. Në politikë, s'kërkoj njeri llogari. Del dhe bërtet i vetëm, thjesht Po secili për vete. Të bëjnë me një anë edhe kaq. Pse betejën, pse po e bën vetë, po e bën i vetëm. Çështja e mandatit është në dy drejtime, besoj ka dy dimensione, ka dimensionin personal, po është drejta ime. Se mandati është i imi. Por bashkë me kauzën për mandatin tim, unë luftoj për të denoncuar, për të ndëshkuar edhe manipulimin në nivel makro. Ajo që duhet ndodh sot në Partinë Demokratike, nuk mjafton që këtu dalë Auloni, atje mentori dhe ti përjashtojnë të dy dhe i ku mbaroj. Në fund, çau zgjidh, çau fitu, asgjë. Ajo që do duhet ndodh sot në PD është që kjo fryma apo ky grupi i njerëzve që mendojnë që ajo protestë ishte dështim, të fillojë dhe të zgjerohet, të shndërrohet në një kompaktësi që nesër e peti këtë gjë se s'ndodh për një ditë kjo. Okay. Që nesër kur të vinë zgjedhjet, kjo të shndërrohet në një alternativë paralele për zgjedhjet. Nëse të gjithë do mendojnë atë parti që me që do kandidoj Berisha jo, as unë s'futem, por të gjithë mendojnë që nuk duhet të jetë kështu. Atëherë, nëse këto zëra bashkohen, jo për të bërtitur, jo për të ndarë, sepse thash, PD-ja nuk ka më mish për të ndarë. Është ndarë dhe është coptuar mjaftueshëm, por për të përmbysur atë realitet, atëherë kjo do të ishte zgjedhja e duhur. Dhe kjo është formë këshilla edhe nga ana ime, që këto zëra që mendojnë që do duhet ndodh ky ndryshim, nuk ka nevojë dalin të japin intervista që unë mendoj që Berisha duhet ikur, sepse gjithmonë nesër Berisha ka reagime personale. Atëherë, këta njerëzit që mendojnë të gjë, në vend të fotos mund bëj një reagim që të reflektojmë pse kaq pak njerëz në shesh. Unë isha po është pritshmëri. Më fal, po pritshmërit nga Aulonët do jenë se nga Berishët nuk janë pritshmërit. Tani m'pat ju nga të rinj si Auloni. Nëse këto zëra unë isha kritik për protestën. Po mirë, pra ajo foto për shkak po mirë më ty s'ka pëlqy foto, s'do ta bëj selfie herën tjetër, do të jap dikujt telefonin me madh. E vërteta ishte sepse unë kam dalë dhe mrom kam bë kritika për protestën, por nuk më kanë ndjek. Unë edhe këtu të thash që kjo nuk ishte protestë masive, ishte protestë. Se jeni në linjën kritike të ftova edhe unë. Po pra kjo është protestë modeste, po ku s'pëlqeu ty tani kjo tani? Po për shembull, po nuk të sinkronizohet pra me kritikën që ke me ato. Shiko, tani, shiko, po të bëj një pyetje, ta bëj një pyetje ekspozimi vetes është një po sigur mos të jem personal. Jo, fal, po sigur mos të jem unë protestë. Të gjithë shkojnë bëjnë foton protestë dhe nuk ndodh asgjë. Unë nuk e kam për ty personalisht. Se gjithë bëjnë si ty pra. Shiko, unë hedhin një foto dhe ikin në shtëpi. Unë ta thash shumë kryet herës që kur më ftove këtu që filluam me emisionin, unë thash kam qenë respekt atyre demokratëve, të cilët kanë qenë aty dhe ka marrë pjesë me ata. Janë njerëz qarku tim që kanë ardhur nga Kruja, nga Fushkruja, nga fshatrat, nga Durrësi, etj, cilët unë i takova, patjetër. Ishte edhe një moment me u taku me njëri tjetrin, se kemi po nuk thashun pse shkove po ti. Kemi muj që s'jemi taku. Unë zonë jam, po flas me këta të tjerët. Ti ma keq interpretove, unë nuk thash pse shkove, po gjithsesi. Këto diskutime që bëhen këtu dhe që do bëhen në formate nga më të ndryshmet, kanë një qëllim. Jo thjesht një dalje me përfundimin që fajin e ka Berisha që sikën edhe mbaroi kjo histori. Kanë qëllimin edhe të orientojnë ca gjëra. Dhe Auloni ka këtë qasje. Të njëjtën pak a shumë kishte Ali Mehmeti. Po. Por nëse janë 4-5 individ që do zgjedhin të shkruajnë në gjë në Facebook apo thjesht flasin nëpër studio që kjo nuk shkon e kjo nuk shkon, rezultanti është zero. Sepse ka patur sa dush në PD. Për 35 vjet, ata që kanë kundërshtuar janë shumë të shumë në numër sot, se sa ata që janë në grupin parlamentar të PD-s. Por, duke mos koordinuar, thjesht janë dëbuar njëri pas tjetrit. Dhe në PD nuk ka më njerëz për të përjashtuar. Te PD-ja nuk ka më mish për të ndarë thash në këto zëra, më shumë se sa sensacionin publik për të thënë që Berisha nuk duhet të jetë më, sepse nuk ka
asnjë brenda PD-s që nuk mendon sot që Berisha nuk duhet jetë më, përveç atyre njerëzve që i falen njerëz drekdark si ka dhuruar mandatin e deputetit, të kam një njohje ai. Këta duhet koordinohen. Nuk ka nevojë të ri, njëri ke një emision, tjetër ke një emision, tjetër ke Facebooku Pra s'ka koordinim, po. Prit. Këta duhet koordinohen për ta shndruar këtë në frymë. Dhe bëhen 3, 13, 50 dhe thonë, po, ne do mbështesim një alternativë tjetër. Kë do mbështesim? Ilirin, Mentorin, Aulonin. Jemi dakord ta mbështesim, hajde ta mbështesim. Kjo është politika, me lobingje. Po këtë pra po them. Çdo në parti të mëdha, brenda të njëjtës parti ka kandidat rival që janë kundërshtar të përjetshëm. Po, dhe pritshmërit ku janë tek ata që morën realisht vota personale në 11 maj. Auloni është një ndërta. Mendojnë që Berisha s'duhet të jetë më kryetar, do gjejnë forcën për të përbashkuar, për të mbështetur një kandidat, për të krijuar një frym tjetër, unë besoj që kjo është zgjidhja. Do ta mbyll në afat shkurtër, pret gjë? Të ndryshojnë PD? Jo. Me bathët që janë deri tani nuk pres. Po pse do vim bathë? Shpresoj. Pritshmëria në afat shkurtër është pritshmëria është tjetër gjë. Pritshmëria bazohet mbi fakte konkrete. Këto fakte nuk janë. Po pra, jo dëshirë, pritshmëri thash unë mbi fakte konkrete, se dëshira është tjetër gjë. Në afat gjatë, unë besoj dhe shpresoj që sa më shumë zëra të ndërgjegjësohen për nevojën e këtij ndryshimi të leadershipit politik, sepse kudo ku kam folur, çfarëdo që kam shkruar kam thënë, protesta e mbrëmshme ishte dhe është një kamban që duhet lexuar dhe çfarë të dush emrin tjetër ti. Ajo ishte dështim. Quaje ekskursion, quaje aktivitet, quaje olimpiad, quaje foltore, faltore, çfarë të dush quaje. Ajo ishte dështim. Dhe është dështimi më spektakolar që Partia Demokratike ka patur ndonjëherë në organizimin e një proteste. Mund të organizojnë një tjetër më të madhe për të thënë që shikoni që jemi në gjendje të Jo, tha Berisha, nuk do organizojnë. Nuk do ketë miting. Jo. Vetëm foltore. S'do ketë. Jo, edhe foltore tani futemi në një proces analize që do duhet ishte bëu dhe do merren me Jo flas për këtë foltore para kryeministrisë që do jetë një herë në javë. Po pra, po nuk ka një valencë tani, të jemi realist, domethënë. Ne po themi që minimalisht merret edhe të funksionojë partia sepse ka struktura që nuk janë eficiente në parti fare. Tani do bëhet analiza brenda PD-s? Do bëhet analiza dhe do bëhet ristrukturimi i partisë edhe. Ajo që unë thash, shpresimi dhe pritshmëritë e mia janë nga ky proces i analizës. Po. Nga mësimi që duhet kenë vënë kur të gjithë kuptuan mbrëm që populli nuk e ke më prapa. Se ke më zotëri. Për çfarë arsye gjeje ti, po nuk e ke. Atëherë, ky proces i analizës, nevoja për të kriju dega të PD-s, ka nëpër zona ku vetë caktohet njëri që thotë jam unë kryetari i PD-s. Edhe tash ti do të bësh protestë, organizosh një muaj përpara të 20 vet aty, ke 16 ti nga qyteti, aty 50 tjetër dhe do i muj me mbledh 10.000 njerëz. Te kjo analiza pret gjë? Më mirë analizë se sa protesta për mendimin tim tani në raportet siç është PD-ja. Kështu që prandaj të thashim fillim të emisionit duhet i kthejmë syt nga vetja për me rregullu problematikat që ka Partia Demokratike në gjithë territorin, se ju e pat edhe në zgjedhjet pjesëshme lokale. Ke një PD që mbështeti kandidat, se kështu u bë domethënë, që mori 2000 vota në Vlorë. Po nuk garoj vetë PD-ja. Po pra dakord, pra. Ne që e njohim politikën, besoj se duhet të themi të vërtetën. Tani të marrësh 2000 vota në një bashki, 2000 vota në një bashki tjetër, 3000 vota në një bashki tjetër. Nuk ke më as forcë dytë pastaj. Besoj që ka potencial për me marrë më shumë, por nuk u mor me zgjedhje, domethënë. Prandaj them duhet me e kthy atë gishtin nga vetja jon, gishtin tregues, mos me ja çu kundërshtarit në këtë rast. Ai e ka marrë mandatin, kështu që është pjesa jon tani se çfarë do bëjmë me partinë. Tani pritet analiza të shohim çfarë do të prodhoj analiza, ndonjë vendimarrje të fortë, nëse s'do bëhet e sinqert, do të jem unë i pari që do dalë të them 1 sekond se 1 2 3 4 5. Unë po e pres. Po flasim për analizë, pastaj nëse analiza do jetë, do flasim se Berisha një orë të thotë që Edi Rama është hajduc, Edi Rama me analizën shifra. Nuk kuptoj vendimarrje të fortë. Po pra, patjetër. Për atë them dhe unë. Edhe unë atë pres. Po pra, tani nëse se bëjnë, do të dalë unë i pari, po do kesh dhe tjerë që do dalin, se ai grupi që thej ti, patjetër që secili ka raportin e vet me politikën. Zoti Ali Mehmeti ka qenë kritik. Jo, Ali Mehmeti ka kërkuar në publik për një vendimarrje të tillë, që të prodhoj analiza. Po. Po, e vërtet. Ka edhe tjerë,
njerëz, cilët kanë bërë betejat e tyre, nuk kanë në zë madh publik, ndoshta Sali Mehmeti, por në zonat e tyre kanë valencë. Kështu që edhe ata njerëz, po janë shumë domethënë se ata njerëz, sepse përfaqësojnë komunitete shumë të rëndësishme. Po patjetër baza është 5-6.000 vota, 7.000 vota, 8.000 vota dhe mos hysh në parlament, domethënë kjo është çmenduria e kodit zgjedhor. Ke njerëz tjerë që s'kan kokër vota dhe janë në parlament. Pra, për këtë kodin zgjedhor po flasim tani, që do bëhet prapë i njëjti. Dhe për listat e famshme. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha në studio. Faleminderit të nderuar miq, do të takohemi me të pashoq në pjesën e dytë.